Mirë, një vit, po them i humbur i Kosovës në një ndryshim të madh apo në një rikonfigurim të madh gjeopolitik që po ndodh. Çfarë shansesh mendon se ka humbur Kosova këtë vit? Pra, duke parë të gjithë zhvillimet, duke parë administratën e zotit Trump, qasjen që ai ka për shumë zhvillime. Mendoj që Kosova jo vetëm vitin që lam, por në këto 6 vitet e qeverisjes së zotit Kurti, ka humbur shumë në planin e brendshëm dhe sidomos në arenën ndërkombëtare. Në planin e brendshëm, me që jeta në Kosovë është shumë e shtrenjtë, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka rritje të pagave, nuk ka mirëqenie se si ka pas në kalurën, ku qeveritë të udhëhequra nga Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë maksimumin që ta ngrisin standardin e jetës dhe qytetari ka vujt, ndërsa humbja në politikën e jashtme është më shumë një lloj humbje e madhe gjeopolitike, me që këto 5 vitet e fundit kanë mund të përdoren për të antarësuar Kosovën në NATO. Presidenti Trump edhe gjatë mandatit të tij të parë ka lënë një trashëgimi konkrete në Ballkan, duke antarësuar Malin dhe Maqedoninë e Veriut në NATO, dhe mendoj që ka qenë një kohë e artë. Po të ishte një qeveri tjetër në udhëheqjen e Kosovës nga viti 2019-2020 e deri në vitin 2025, sot Kosova do të ishte pjesë e hartës politike dhe të sigurisë në NATO. Këtë nuk e tham se ne jemi në fushat zgjedhore, por këtë e tham se siguria, mbrojtja është temë kryesore në Evropë. Evropa është duke lëviz drejt një përshkallëzimi të një konflikti evropian ku Rusia mund ta sulmon Evropën në 4-5 vitet të ardhshme dhe një shtet antar të NATO-s, ku mund të ketë edhe më tutje përpjekjet të Serbisë për të bërë agresion mbi territorin e Kosovës, dhe mendoj që qeveria e Kosovës mbi gjitha ka humbur në rrugën e antarësimit të Kosovës në NATO, sikurse nuk ka asnjë njohje ndërkombëtare gjatë kësaj kohës, nuk kishte antarësim të Kosovës në Këshill të Evropës, nuk ka antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare dhe raporte të këqija me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë ndërprerja e dialogut strategjik, sanksione nga Bashkimi Evropian dhe një raport më i ftoftë në mes të Prishtinës dhe Tiranës, i cili nuk ka ekzistuar historikisht asnjëherë në historinë moderne të shtetit shqiptar dhe në historinë më të re të shtetit të Kosovës. Po, por duket se Kosova është kushtëzuar edhe padrejtësisht. Ju e dini shumë mirë, sepse keni qenë edhe ministër, edhe nënkryetar kuvendit, se si u kushtëzua për shembull për liberalizimin e vizave Kosova me procese që me procese politike apo të negociatave që s'kishin lidhje me liberalizimin e vizave. Njëjta gjë ndodhi edhe për çështjen e asociacionit, një kërkesë që vazhdon të bëhet Kosovës edhe sot. Kosova shpesh herë është kurzuar nga Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejtë. Dhe natyrisht që shtetet të caktuara evropiane kanë dashur ta lënë Kosovën në periferi dhe të izoluar, por ne njëkohësisht kemi pasur shtete të mirëfillt, edhe amerikane dhe britanike, edhe gjermane dhe franceze, edhe italiane, austriake, shtete të cilat në fakt i kanë pri procesit njohjes ndërkombëtare të idesë së Republikës së Kosovës, madje edhe të njohjes së Republikës së Kosovës. Prandaj, përkundër asaj që Evropa ka qenë e padrejtë, mendoj që ka qenë detyrë e qeverisë së zotit Kurti që të bëjë zgjidhje të cilat do t'i përmbushin interesat e Kosovës. Çdo herë në politikë ndërkombëtare, ata cilët qeverisin brenda një vendi duhet ta harmonizojnë ato që është e drejtë brenda me ato që është e mundur jashtë. Dhe mendoj që qeveria Kurti, sidomos me dështimin që ka pas që ta merr statusin e kandidatit, ku edhe ne kur tash po flasim po bën pothuajse 3 vite që ka aplikuar për ta marrë statusin e kandidatit dhe kërkesa jonë ka mbetur zyrtar, tregon se si Kosova është e izoluar nga Bashkimi Evropian, jo vetëm për fajin e dikujt në Bruksel, por megjithatë për fajin e zotit Kurti në Prishtinë, i cili në tet ka ndjek një politikë anti-evropiane, anti-amerikane, anti-shqiptare. Zoti Kurti erdhi në pushtet me një platformë pro Shqipëri, dhe gjatë këtyre viteve më shumë është sjell me një platformë politike anti-Tiranë, sesa një platformë politike që i përbashkon vendet. Dhe kjo
sjellja e tij në rajon, kjo sjellja e tij në Evropë, kjo sjellja e tij në raport me botën dhe me Amerikën, në fakt e ka dëmtuar në thelb interesin e Kosovës dhe ka shërbyer zotit Kurti vetëm për të krijuar një ndjenjë të padrejtësisë tek qytetarët e Kosovës, që mendoj që kjo ndjenjë e padrejtësisë do duhet të shpërblehet me një mbështetje konkrete nga viti 2026 me një qeveri të re e cila duhet të arrijë vendin e bilar. Mirë, zoti Hoxha, por ju e keni dëgjuar gjatë kësaj kohe të gjitha mënyrën se si po i qaset votuesve zoti Kurti. Quan sukses që nuk ka bërë asociacionin. Quan sukses se ka vendosur rend dhe ligj në veri të Kosovës. Madje dëgjuam edhe një këngë me diasporën në Zvicër që i kushtohej Albin Kurtit, se si ai po zbriste nga veriu e sa po e pengonin nga Jarinja deri në Mitrovic, pra që i referohet të zonës së veriut të Mitrovicës. Kënga e kënduar për zotin Kurti në thelb e jep pamjen e plot të asaj se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 6 viteve të fundit, ka qenë folklorizëm. Dhe është mirë që është kënduar kjo këngë, që qytetarët ta dinë që ne udhëheqemi nga një lider i cili është folklorik, i cili jeton në folklorizëm dhe i cili jeton në një botë të rrejshme, e cila botë e rrejshme në fakt i dëmton interesat e Kosovës. Por aja se çfarë ka ndodhur në veri të vendit, duhet të jemi të qartë. Neve na shqetëson, te asaj a është dikush në qeveri, apo është dikush në opozitë, me që siguria e Kosovës, mbrojtja e Kosovës është prioritet i nivelit të lartë. Agresioni i Serbisë në Banjë ka treguar që Serbia nuk ka hequr dorë prej pretendimeve territoriale në raport me jo vetëm me verën e Kosovës, po me tërë territorin e Kosovës. Prandaj edhe në këtë kohë të ndryshimit të madh gjeopolitik, në një kohë kur edhe në Ballkan ka drama ditore rajonale, është jetike që ne ta kemi një partneritet me NATO-n, është jetike që ne ta rrismi kapacitetin e ushtrisë së Kosovës, qoftë në numër të pjesëtarëve, qoftë në financim, po qoftë edhe përmes antarësimit të saj në NATO, me që nëse Suedia dhe Finlanda heqin dorë për neutralitetit e tyre, dikush pas 100 vjetë, dikush pas 300 vjetë dhe bashkuar në Aleancës së NATO-s, kjo tregon që është koha fundit që edhe në Kosovë të ndodhë gjënje dhe ne t'i bashkohemi NATO-s. Në këtë drejtim, mendoj që Kurti po përdor populizmin e tij, po përdor tregimin e tij të rrajshëm për Kosovën, vetëm si një platformë për të mbetur në pushtet dhe jo si një platformë për të shërbyer interesit të Kosovës, me që Kosova brenda dhe jashtë në këto vite të fundit është goditur ndërkombëtarisht.